Kolegji Penal I Gjykatës së Lartë pranoi gjykimin në mungesë të Ilir Metës dhe përfaqësimin e tij nga dy avokatët, Petrit Serjani dhe Gëzim Veleshnja. Ish zëvendës kryeministri, njëkohësisht lider I Lëvizjes Socialiste për Integrim, akuzohet për korrupsion aktiv. Relatori I çështjes Ardian Dvorani ka njoftuar dorëheqjen nga çështja të gjyqtarit Besnik Ymeraj, I cili u zëvendësua nga gjyqtarja Majlinda Andrea. Dvorani njoftoi gjithashtu se edhe ai vetë kërkon të dorëhiqet nga kjo çështje. Avokatët e Metës kanë depozituar pranë gjykatës kërkesën paraprake për shpalljen të pavlefshme të provave, veprimeve hetimore paraprake dhe konkluzionet e ekspertëve të huaj. Mbrojtja kërkoi shpalljen të pavlefshme të gjitha veprimeve paraprake hetimore të kryera nga Prokuroria e Tiranës, sepse ato janë jashtë afateve, pasi Ilir Meta në momentin e kryerjes së këtyre veprimeve hetimore ishte person me imunitet dhe si I tillë, çështja I kalonte direkt prokurorisë së përgjithshme. Provat si video, ora e tavolinës që ka shërbyer për regjistrimin, si dia që ka paraqitur Dritan Prifti, prej avokatëve janë cilësuar si objekte jo origjinale. Avokati Petrit Serjani tha se përgjimi është bërë për shantazh. Në kërkesën paraprake kërkohet gjithashtu shpallja pavlefshme e konkluzioneve të ekspertëve të huaj, pasi prokuroria nuk e ka vënë në dieni mbrojtjen. Avokati Serjani gjithashtu ka këmbgulur se zbardhja e videos me titra është e manipuluar nga Dritan Prifti dhe persona të tjerë. Prokurori Bujar Sheshi I ka kërkuar Kolegjit Penal kohë të mjaftueshme për studimin e kërkesës paraprake të depozituar nga mbrojtja. Kërkesa e prokurorit u pranua duke shtyrë seancën e radhës më 27 qershor.